Pejgamberi sa kështu na ka paraqitur shumë qartë. Ka thonë kullu ummeti yadkhuluna al-janna illa man aba. Ka thonë secili pjesëtar i ummetit tim do të hyjë në xhenet me përjashtim të atij që nuk do në refuzon. Kur e kanë këto shokët, janë çudit. Ka thonë ja Rasulullah, wa man ya'ba ya Rasulullah. Kush është ai që refuzon? Kush është ai që s'don me hyjë në xhenet? O i dërguari i Allah. Do të thonë pas ka asnjë njeri që në çat nivel ç'është ul koka që s'po doj ka me hyjë në xhenet. Atëherë pejgamberi sa më ka thonë men ata'ani dakhala al-janna. Kush më bindet mua, kush më dëgjon mua, do të hyjë në xhenet. Wa man asani faqad aba. Dorsa kush më kundërshton mua, ai vetë se ka refuzuar. Kush e kundërshton rrugën e pejgamberit sa, nuk don me ecë rrugës së pejgamberit sa, ai, domethënë, gjendja e tij po tregon që ai s'po don me hyjë në xhenet. Për çata dietarët kanë thënë çdo derë apo më thënë çdo rrugë me të cilën ti mundohesh mu afru te Allahu subhanahu wa taala është e mbyllë. Nuk ka mundësi me përjashtim rrugës me cilën ka ardhur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Do dëshiron me arritë Allahu, me afru te Allahu, duhet me ndjek Muhamedin sallallahu alaihi wasallam. Se çdo rrugë tjetër, domethënë është çort sokak, nuk çon te synimi edhe objektivi që e kim.